Surja El Beled, Mekase, 20 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Betohem për këtë vend, në të cilin ti je i lirë, o Muhammed, dhe për atë që lind, e për atë që është i lindur, se në të vërtet ne e kemi krijuar njeriun për të luftuar në vështirësi. A mendon ai se askush nuk ka pushtet mbi atë? Ai thot, kam shpenzuar pasuri të pamas. Vallë, a mendon ai se nuk e ka parë askush? A nuk i kemi dhënë ne atij 2 sy, edhe gjuhë, edhe 2 buzë, dhe ja kemi bërë të qarta të dyja rrugët? Atëherë, le të ndjek rrugën e vështirë. E kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është rruga e vështirë? Ajo është të lirosh një skllav, ose të ushqesh në një ditë zije jetimin e afërm, ose të varfrin e mjerë. Veç kësaj, njeriu duhet të jetë nga ata që besojnë, që e këshillojnë njeri tjetrin për durim dhe e këshillojnë për mëshirë. Këta janë njerëzit e krahut të djathtë, ndërsa ata që i mohojnë shpalljet tona, ata janë njerëzit e krahut të majtë. Mbi ata do të jetë zjarri i mbyllur.